Zgjedhje. Nëse flasim për zgjedhje, patjetër duhet flasim edhe për listën për familjen. A jeni duke punuar ende, a jeni të angazhuar, çush jeni pas rezultatit zgjedhor me angazhim politik? Po, natyrisht po, jemi të angazhu, kemi pas një periudhë të analizës së krejt asaj nga çfarë ka ndodhur dhe cilat kanë qenë rezultatet, për shkak i falenderojmë se cilin votues edhe cilin kam mbështet, edhe po shoh që ka qenë një kontribut të jashtëzakonshëm i listës për familjen këto zgjedhje. Kemi jep një kontribut që mendoj që vendi ka me pas dobi të madhe për vitet e ardhshme, për shkak që kemi qenë faktor kryesor që asnjë subjekt mos të arrijë që të ketë mbi 50% në vendin tonë, që për mendimin tim nuk do të duhej asnjëherë që asnjë subjekt të arrijë të ketë mbi 50%, për shkak që e kemi pa që kjo i çon në arrogancë edhe çon në drejt edhe autoritarizmit edhe diktaturës, kështu që besoj që ju është jep një mesazh shumë i mirë, që sa që ka provojime të tilla të ndryshohet edhe të cënohet qoftë edhe digniteti i qytetarëve, qytetari din me ndeshku, din me vlerësu, edhe besoj që gjitha subjektet politike kanë marrë këtë mesazh, kurse sa i përket organizimit tonë, natyrisht që jemi të angazhu edhe të punu, jemi të angazhu me mënyrë jo shumë të shpejtë edhe jo shumë bujshme dhe drosme, mirë po angazhohemi që të kemi një organizim tri politik, cili do t'jetë edhe organizim që besoj që do t'jetë një vlerë për vendin edhe një përfaqësim krejt ndryshe çfarë po shohim në kuvend edhe kemi pa për gjitha këto. Kur flitet për këtë organizimin, ai bie që jeni duke u bogati edhe për t'u regjistruar si parti politike? Po, absolutisht po, mirë po, fillimisht jemi në fazën e identifikimit edhe vlerësimit të njerëzve të cilët kanë me u angazhu në këtë subjekt tri politik, që deri tani kemi arrit me kriju një atë rrethin kryesor thujse, jemi në përmbyllje të kësaj, pastaj duhet nga kjo të kalohet në nivelin e dytë dhe nivelin e tretë të shtrirjes edhe pastaj procesit të regjistrimit edhe të mbajtjes konventes edhe gjitha këto çështje të cilat do të jenë edhe publike për ta. Jemi pak muaj para zgjedhjeve lokale, a jeni tu bogati edhe për këtë garë zgjedhore? Kjo shkon paralelisht vlerësimit, duke punu këta dhe duke vlerësu se a ekziston mundësia për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale apo jo. Ka disa qytete që ekziston një potencial shumë i madh i prezencës shumë mirë, për shkak që ka qenë një rezultat shumë i mirë në shumicën e komunave të mëdha. Kemi pas probleme kryesisht në fshatra, mungesën e strukturave dhe kjo ka ndikuar në që të ketë për shembull në Ravec në qytet kemi dalë dikon 12-13%, kurse në fshatra kemi dalë 0%, edhe në shumicën e qyteteve ka ndodhur kështu, në qendra, në zonat urbane kemi arrit 7-8 deri në 10%, por çështjet rurale na kanë penalizuar për shkak që nuk kemi pas shtrirje të strukturave dhe nuk kemi mund të kemi kapitalizim të votës, kështu që ka disa qytete të cilat janë potencial për me marrë pjesë në zgjedhje, mirë po jemi duke i vlerësuar dhe duke pa mundësinë se si do të veprohet. Dhe këto mundësi apo i shihni bashkë me partnerët që i patët në